U nënshkrua zyrtarisht në Korçë marrëveshja e bashkëpunimit për projektin Toka, një nismë që synon transformimin afatgjat të sektorit bujqësor shqiptar përmes një modeli modern të bazuar në inovacion, dije dhe standarde europiane. Marrëveshja u nënshkrua nga të gjitha palët, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan, Ministria e Bujqësisë, Universiteti Fanoli, si dhe 6 bashkitë e qarkut të Korçës. Projekti do të zbatohet fillimisht në qarkun e Korçës dhe do të shërbejë si një model i replikueshëm në nivel kombëtar. Kapërcimi në një sistem të ri ku të ardhurat nga toka, nga puna e njerëzve, nga puna e mendjeve të bashkuara së bashku mund ta shumëzojnë me 10 atë që deri më sot kjo tokë prodhon dhe nuk prodhon pak, po shumë më pak se sa e ka potencialin. ADF si iniciatore dhe financuese e projektit sjell në Shqipëri ekspertizë ndërkombëtare të nivelit të lartë në partneritet me Wageningen University and Research, duke synuar ndërtimin e një modeli funksional që lidh politikbërjen, akademinë, fermerët dhe sektorin privat. Është faza e parë rreth $2 milion, e cila do ketë të bëjë me mbledhjen e të dhënave, me krijimin e një databaze shkencore, me trajnime të shumta në bashkëpunim me universitetin dhe me bashkitë në Korçë rreth e përqar kësaj. Është faza e dytë që do ketë bëjë me zbatimin, ku ne do të shkojmë në bord për më shumë fonde, dhe pastaj është dhe faza e tretë ku me ndihmën pa diskutim dhe partneritetin e qeverisë duhet që ta kthejmë këtë, shpresojmë në mënyrë të suksesshme në një politikë kombëtare që ajo që mbillet këtu të hapet dhe të shpërndahet dhe në çdo qoshe apo pjesë tjetër të territorit të Republikës së Shqipërisë. Projekti Toka synon të vendosë themelet për një sektor bujqësor më konkurrues dhe të qëndrueshëm. Ky projekt erdhi si një nevojë për të kaluar nga ideja tek zgjidhja. Zgjidhje praktike, duke ngritur kapacitetin në arsim në kërkim dhe duke vendosur sigurinë ushqimore në qendër të zhvillimit dhe agro-ushqimor. Projekti Toka është konceptuar si një ndërhyrje afatgjat me 3 faza zhvillimi, ku pas përfundimit të fazës së parë do të vlerësohen rezultatet dhe do të shqyrtohet shtrirja e tij në fazat pasuese. Për fermerët dhe për gjithë ata investitorë biznese që janë në fushën e bujqësisë dhe të agropërpunimit, apen mundësi unike. Apet një treg gjigant prej 500 milion konsumatorësh që është tregu i Bashkimit Evropian. Projekti do të përfshijë edhe modernizimin e kurikulave universitare në fushën e bujqësisë dhe sigurisë ushqimore. Projekti pilot në rajonin e Korçës, i frymëzuar nga modeli holandez, krijon një rrjet bashkëpunimi ndërinstitucional midis universiteteve, pushtetit vendor dhe aktorëve privat, ku dia përdoret si instrument për të nxitur transformimin dhe zhvillimin rajonal të qëndrueshëm. Me këtë nismë Korça shndërrohet në një model të ri zhvillimi bujqësor, që synon të rrisë mirëqenien e komuniteteve rurale, të forcojë sigurinë ushqimore dhe të përgatisë sektorin bujqësor shqiptar për integrimin evropian.